Si kandidati Vlenit kaloi në balotazh të zgjedhjeve lokale për Bërvenicën. Tani për rrethin e dytë ai bashkoi edhe sloganet e dy koalicioneve të Vlenit dhe AKI-s. Megjithatë bëri thirrje që asnjëri nga përfaqësuesit politik të mos jenë prezent në tubimin përmbyllës, të cilin do e mbajë të premten. Haqim Ramadani sqaron se kauza e tij do të dalë mbi partitë politike dhe se zotohet që do të jetë kryetari të gjithë qytetarëve të kësaj komune. Unë s'kam gabuar asgjë ndaj as zotrit Kasami, as zotrit kryeministrit. Unë falje kërkoj vetëm ndaj qytetarët të cilët më njohën, më dinë. Ndërsa mendoj që fushata ime në aspekt të dy liderëve politik nuk kam gabuar as pak. Për arsye se unë nuk bëj politik të madhe, unë sot përfaqësoj vetëm banorët e komunës Bërvenicës dhe unë shfrytëzoj rastin që të thirri të gjithë liderët e partive politike, shqiptare e maqedone, që mos keq përdorin komunën e Bërvenicës për kalkulime në për komunat urbane, sepse për ne komuna e Bërvenicës është shumë më rëndësishme se të gjitha komunat. Ramadani thot se gjatë vizitës në diaspor ka marrë premtimin se mërgjimtarët do të vinë të dielen për të shfrytzuar të drejtën e tyre qytetare në vendlindje, aty ku sipas tij investojnë kursimet si remitanca. Të nderuar vëllezër tanë që jetoni dhe veproni, ju kret kapitalin tuaj e investoni këtu. Dhe ju bëj kërkesë që përmes votës lirë edhe këtu të investoni dhe të votoni, për arsye se është për keqardhje nga 11.000 që janë të komunitetit shqiptar, 7.000 i kena jashtë, të cilët arkën e buxhetit e mbulojnë dhe financojnë arkën e komunës Bërvenicës dhe ata njerëz duhet edhe përmes votës lirë të zgjedhin. Jo vetëm të marrën parat dhe vota e tyre mos kese pesh. Të gjithë banorëve të komunës Bërvenicës, pa marrë parasysh të bindjeve të tyre politike, kombëtare apo fetare. Të gjithë për një, të vinë, të organizohen dhe përmes votës të zgjedhin kandidatin e cilin mendon që në 4 vitet e ardhshme do të udhëheqë më mirë me komunën e Bërvenicës. Nga ana tjetër, kandidati VMRO DPMN-s Jovica Ilievski ditë më parë tha se komuna është dëshmuar për bashkëjetesë të shkëlqyer, ndërsa shtoi se pret edhe vota nga bashkëqytetarët shqiptar. Ovие повици на поделба на никого не носат добро. Па населението докажи во првиот круг, значи тогаш имавме албански гласови и сега ги очекувам. Значи за соживот докажано е и уште еднаш повик во сите. Не сме за омраза, не сме за поделба. Значи ги повекувам сите заедно да докажеме дека Бървеница е мултиетничка sredina i taka që ostane. Haqim Ramadani në rrethin e parë fitoi 2021 vota, ndërsa Jovica Ilievski 3388. Kush do të del fitues, do të mësohet të dielën në mbrëmje.